Një kompani në prag të falimentimit fsheh një sekret të errët që askush nuk guxon ta përballet. Derisa një pastruese e padukshme për të gjithë zbulon një skem milionësh e korrupsioni. E sfiduar dhe tallur, ajo vendos të provojë të vërtetën me guximin dhe inteligjencën e saj. Dhe ajo që fillon si një akt i vetëm, ndryshon qindra jetë, përfshirë edhe të sajën. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, që është diçka shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Ora 5 e mëngjesit. Zilja e alarmit ra në dhomën e vogël e të ngushtë në lagjen La Prak, dhe Arta Gashi ishte tashmë në këmbë përpara se të binte zilja për herë të dytë. Në moshën 32 vjeçare, ajo kishte zhvilluar një rutinë aq të saktë sa një orë zvicerane. Dush i shpejt, kafe e zezë pa sheqer, një puthje në ballë të nënës së saj që ende flinte në dhomën ngjitur, dhe udhëtimi prej një orë e gjysmë me transport publik deri në qendrën e biznesit në blok. Arta nuk ishte thjesht një pastruese tjetër. Ishte pastruesja që vinte e para dhe ikte e fundit, që njihte çdo cep të asaj ndërtese me xhama pasqyrë më mirë se kushdo tjetër. Prej 6 vitesh punonte te Berisha Partner, një kompani konsulence që zinte 3 kate të tëra dhe punësonte më shumë se 200 njerëz. 6 vjet duke fshirë, duke sistemuar letra, duke zbrazur koshat e plerave dhe duke qenë praktikisht e padukshme për të gjithë ata që vishnin kostum e kravatë. Por Arta shite gjithçka. Shite drejtuesit që vinin të stresuar, sekretarët që përshpërisnin nëpër korridore, praktikantët që vraponin sa andej këtej me grumbuj dokumentesh. Shite gjithashtu gjërat që nuk duhej t'i shite. Letra të rëndësishme të hedhura në plehra, biseda telefonike me zë të ulët, mbledhje që mbaheshin me dyrë të mbyllura dhe që përfundonin me fytyra të shqetësuara. Në atë shkurt të mbytur të vitit 2024, diçka ishte ndryshe. Arta e ndjente në ajër, siç ndjente Ema, nëna Drita, shiun disa orë përpara se të shfaqeshin ret e para. Korridoret ishin më të tensionuara, njerëzit flisnin më pak, dhe kishte një zhurmë të vazhdueshme që ajo nuk arrinte ta deshifronte. Ishte sikur po afrohej një stuhi, dhe vetëm ajo dukej se I vinte re shenja. Nëna Drita kishte pësuar një ishemi 3 vjet më parë, dhe që atëherë Arta mbante botën mbi supe. Kishte lënë semestrin e 3 të administrimit në universitet, kishte shitur makinën e vogël të përdorur që kishte arritur ta blinte pas shumë sakrificash, dhe e kishte shndërruar çdo qindark në trajtim, fizioterapi dhe ilaçe. Ema ishte më mirë, arrinte të fliste dhe të lëvizte me vështirësi, por Arta e dinte se ende kishte nevojë për shumë kujdes. Prandaj, ajo punë ishte më shumë se punë. Ishte e vetmja gjë që I mbante të dyja në këmbë. Ishte një e enjte kur gjithçka ndryshoi. Arta ishte në katin e 12, duke pastruar sallën kryesore të mbledhjeve, kur dëgjoi zëra që vinin nga zyra e drejtorisë. Nuk ishte qëllimi I saj të përgjonte, por zërat ishin të alteruar dhe njëri prej tyre I tingëllonte I njohur. Ishte doktor Ardian Berisha, drejtori ekzekutiv, një burr rreth të 50-tave që gjithmonë e përshëndeste me mirësjellje kur e shihte nëpër korridore. Situata është kritike, njerëz. Zëri I doktor Ardianit ishte I tensionuar, ndryshe nga toni gjithmonë I kontrolluar që ajo I njihte. Shifrat nuk dalin prej muajsh. Kemi operuar me humbje për më shumë kohë se sa do të doja ta pranoja. Arta ndaloi së pastruari tryezën dhe, pa dashje, Ju afrua derës. E dinte se po bënte diçka të gabuar, por diçka në tonin e asaj bisede e bënte të ndihej e shqetësuar. Sa njerëz do të na duhet të largojmë? Ishte zëri I Luljeta Aliut, drejtoresha financiare, një grua serioze 40 vjeçare që Arta e respektonte sepse gjithmonë I trajtonte të gjithë me të njëjtën përzemërsi, pavarësisht postit. Po flas për 70% të stafit, Luljet. Nuk shoh rrugë tjetër. Nëse nuk e bëjmë këtë në 30 ditët e ardhshme, do të na duhet të mbyllim dyrë. Zemra e Artës filloi të rrite fort. 70%. Kjo do të thoshte më shumë se 100 familje pa punë. Kjo do të thoshte ajo dhe nëna Drita në rrugë, pa para për ilaçet, për qiran, për ushimin. Kjo do të thoshte se të gjitha ato fytyra që shite çdo ditë nëpër korridore do të zhdukeshin dhe jetët e tyre do të përmbyseshin. Je I sigurt që nuk ka asnjë alternativë tjetër? Zëri I Luljetës ishte I mbushur me trishtim. Këta njerëz I besojnë kompanisë. Shumë prej tyre punojnë këtu prej vitesh. Më beso, Luljet, po të kishte një rrugë tjetër, do ta kisha gjetur tashmë.
Kompania po humbet para dhe nuk arrit ta kuptoj se nga vjen kjo vrim në llogari. Kostot operative janë rritur ndjeshëm muajt e fundit dhe sado që i analizoj raportet, nuk arrit të identifikoj se ku po humbasim para. Arta e afroi veshin më pranë derës. Kishte diçka në atë bisedë që nuk kishte kuptim. Ajo e njihte atë kompani si askush tjetër. E dinte kur vinin pajisje të reja, kur kishte rinovime, kur shtohej stafi. Dhe muajt e fundit, nga sa kishte vërejtur, asgjë nga këto nuk kishte ndodhur. Në fakt, kompania dukej se po operonte normalisht me të njëjtat shpenzime si gjithmonë. Roberti nuk arriti t'i shpjegonte këto rritje të kostove, pyeti Lulieta, dhe Arta vuri re një ton të ndryshëm në pyetje, sikur të kishte një dyshim të fshehur aty. Robert Hoxha po kujdeset për pjesën administrative prej 6 muajsh dhe shifrat vetëm janë përkeqësuar që kur ai mori detyrën. Ai thot se janë rregullime të nevojshme, modernizim procesesh, partneritete strategjike. Por sinqerisht nuk po shoh rezultat praktik askund. Në atë moment, Arta dëgjoi hapa në korridor. Me shpejtësi, u kthye të pastronte tryezën, duke u shtirur sikur nuk kishte dëgjuar asgjë. Por koka i zjente. Robert Hoxha. Ajo e njihte shumë mirë këtë emër. Ishte drejtori administrativ që kishte ardhur disa muaj më parë, një burr rreth të 40-tave, gjithmonë i veshur mirë, që fliste me zë të lartë në telefon dhe e linte tryezën e tij gjithmonë shumë të çrregull. Arta e pastronte atë tryezë çdo ditë dhe, kohët e fundit, kishte vënë re diçka të çuditshme. Roberti merrte shumë telefonata nga njerëz që kur nuk shfaqeshin në zyrë, firmoste dokumente me kompani për të cilat ajo nuk kishte dëgjuar kurrë, dhe hidhte vazhdimisht letra të rëndësishme në plera. Arta, që kishte qenë gjithmonë kurioztare që fëmijë, kishte zakon t'u hidhte një sy të shpejt letrave përpara se t'i hidhte. Në fund të fundit, ndonjëherë gjente dokumente të rëndësishme që njerëzit i humbisnin dhe ajo bënte çmos t'ua kthente. Por kohët e fundit, letrat që Roberti hidhte ishin ndryshe. Fatura me vlera shumë të larta, transferta për kompani me emra të çuditshëm, autorizime për pagesa që ajo nuk i kishte parë kurrë më parë. Në atë kohë, Arta mendoi se ishte pjesë normale e punës së tij, por tani, pasi dëgjoi atë bisedë, pjesët filluan të bashkoheshin në një mënyrë që e linte thellësisht të shqetësuar. Kur mbaroi pastrimin e asaj salle, Arta zbriti në katin e 10 me kokën që i vlonte. Kaloi pjesën tjetër të ditës duke u përpjekur të punonte normalisht, por nuk arrinte t'i hiqte nga mendja fjalët e doktor Ardianit. 70% e punonjësve të pushuar nga puna. Më shumë se 100 familje të shkatëruara. Dhe ajo kishte një dyshim në rritje se ajo krizë nuk ishte aq e natyrshme sa dukej. Atë natë, në autobusin e kthimit për në shtëpi, Arta shikonte nga dritarja dritat e qytetit dhe mendonte për të ëmën që e priste. Nëna Drita gjithmonë thoshte se gjërat ndodhnin për një arsye, se çdo njeri lindte me një qëllim, edhe pse mund të duheshin vite për ta zbuluar se cili ishte. Ndoshta ai ishte momenti për të zbuluar të sajin. Arriti në shtëpi dhe gjeti nënën Drita duke parë telenovelën në sallonin e vogël. E ama buzëqeshi kur e pa të hynte dhe Arta ndjeu një shtrëngim në zemër. Si do t'ia shpjegonte asaj se ndoshta do ta humbiste punën? Si do t'i thoshte se ndoshta nuk do të kishte më para për ilaçet? Si shkoi puna sot, bia ime? Pyeti nëna Drita, me zërin pak të ngadalt për shkak të pasojave të ishemis, por gjithmonë të dashur. Normal, mami. Si po ndihesh ti? Mirë jam, faleminderit Zotit. Ti dukesh e shqetësuar. Ka ndodhur gjë? Arta e shikoi të ëmën dhe mori një vendim. Nuk do t'i tregonte për mundësinë e pushimit nga puna, të paktën jo ende. Por gjithashtu nuk do të qëndronte duar kryq duke pritur të ndodhte. Nëse diçka e gabuar po ndodhte në atë kompani, nëse dikush po vidhte paratë që paguanin rrogën e kaq shumë njerëzve punëtor, ajo do ta zbulonte. Nuk ka ndodhur gjë, mami. Thjesht jam e lodhur. Por ndërsa ndihmonte nënën Drita me darkën dhe më pas e shoqëronte deri në dhomë, Arta tashmë po hartonte një plan. Ajo kishte studiuar 3 semestra administrim. Kuptonte nga shifrat, nga tabelat, nga mënyra se si funksiononte një kompani. Dhe më e rëndësishmja, ajo kishte qasje në informacione që askush tjetër nuk i kishte. Të gjithë e shihnin si një pastruese të thjeshtë, por kjo padukshmëri mund të ishte forca e saj më e madhe. Të premten në mëngjes, Arta mbërriti në punë me një vendosmëri të ndryshme. Filloi t'i kushtonte vëmendje çdo detaj, çdo bisede, çdo dokumenti që shite.
gjatë drekës, në vend që të zbriste në mensën e punonjësve, ajo u ngjit në bibliotekën e kompanisë, një vend që pothuajse askush nuk e përdorte, dhe filloi të kërkonte për kompanitë emrat e të cilave i kishte parë në letrat e hedhura në plera. Ajo që gjeti e la edhe më të dyshim. Njëra nga kompanitë, e quajtur Zhvillim Strategjik Shqipëri SHRP, kishte një adresë të regjistruar në një truall që, sipas Google Street View, ishte plotësisht bosh. Një tjetër, konsulencë e avancuar kombëtare, as që shfaqej në kërkimet online. Për kompani që supozohej se bënin biznese milionere me Berisha partner, ishte shumë e çuditshme të mos kishin asnjë prani digjitale. Në fund të pasdites së të premtes, kur shumica e punonjësve ishin larguar, Arta po pastronte zyrën e Robertit kur gjeti diçka që ja ndaloi zemrën. E fshehur në një pirg revistash, ishte një USB e vogël, e zezë, që ajo nuk e kishte parë kur më parë. Për një moment, hezitoi. Të prekte gjërat personale të një drejtori mund t'i sillte shumë probleme. Por pastaj kujtoi bisedën që kishte dëgjuar të enjten, kujtoi më shumë se 100 familjet që do të humbisnin punën, kujtoi të ëmën në shtëpi që varrej nga paratë që ajo fitonte aty. E futi USB-n në xhepin e uniformës dhe mbaroi pastrimin sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Roberti ishte larguar prej orësh, kështu që nuk kishte rrezik që ai ta zbulonte menjëherë se objekti ishte zhdukur. Por Arta e dinte se po kalonte një kufi nga i cili ndoshta nuk do të mund të kthehej. Në fundjavë, në shtëpi, Arta shikonte USB-n mbi tryezën e kuzhinës. Nëna Drita po flinte dhe ajo kishte kaluar gjithë pasditen duke menduar se çfarë të bënte. Nuk kishte kompjuter në shtëpi, por e dinte se Luljeta Aliu, drejtoresha financiare, ndonjëherë qëndronte duke punuar deri vonë dhe dukej se ishte një person i besueshëm. E hëna erdhi e ngarkuar me një energji të ndryshme. Arta e dinte se duhej të merrte një vendim. Kur pa Luljetën që mbërriti herët, para orës 8 të mëngjesit, mori guximin dhe ju afrua. Zonja Luljet, më falni që ju shqetësoj. Mund të flas me ju 1 minutë? Luljeta e shikoi e habitur. Në 6 vjet punë në kompani, Arta kur nuk kishte kërkuar të fliste me ndonjë drejtor. Sigurisht, Art. Çfarë ka ndodhur? Është se dëgjova pa dashje një bisedë të enjten rreth faktit se kompania ka probleme financiare dhe duhet të pushoj shumë njerëz. Dhe unë mendoj se di diçka që mund të ndihmoj. Luljeta shikoi përreth duke u siguruar se nuk kishte njeri afër dhe i bëri shenjë Artës të hynte në zyrën e saj. Çfarë dëgjove saktësisht? Arta i tregoi për bisedën mes Luljetës dhe doktor Ardianit, i kërkoi falje që kishte dëgjuar pa dashje dhe i shpjegoi dyshimet e saj rreth dokumenteve që Roberti hidhte në plera. Kur i tregoi USB-n, Luljeta u bë shumë serioze. Art, e kupton se çfarë po më thua? Nëse dyshimet e tua janë të sakta, po flasim për diçka shumë të rëndë. E di, zonja Luljet. Por nëse dikush po vjedh paratë e kompanisë, kjo nuk është e drejtë. Ka shumë njerëz që kanë nevojë për këtë punë, që kanë familje për të mbajtur. Luljeta qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke e shikuar Artën me një shprehje që përziente habin dhe respektin. Ti ke studiuar administrim, apo jo? 3 semestra. Mu desh të ndaloja kur nëna ime u sëmur. Dhe je e gatshme të më ndihmosh ta hetoj këtë? Sepse nëse kemi të drejtë, kjo mund të jetë shumë e rrezikshme për ty. Arta mendoi për të ëmën në shtëpi, për kolegët që punonin aty prej vitesh, për familjet që do të shkatërroheshin nëse kompania mbyllej për shkak të korrupsionit. Jam e gatshme. Në atë moment, Arta nuk e dinte se ishte gati të ndryshonte jo vetëm jetën e saj, por të gjithë strukturën e kompanisë ku punonte. Nuk e dinte se pas pak javësh do të njihej në të gjithë vendin si gruaja që pati guximin të përballej me korrupsionin korporativ. Nuk e dinte se vendimi i saj për të vepruar, edhe pse e nënvlerësuar dhe e padukshme, do të frymëzonte mijëra njerëz të luftonin për drejtësi. Gjithçka që dinte ishte se nuk mund të qëndronte duar kryq duke parë kaq shumë njerëz të ndershëm të paguanin për krimin e të tjerëve. Dhe edhe me frikë, edhe pa e ditur saktësisht se çfarë të bënte, Arta Gashi ishte gati të luftonte. Stuhia që ajo kishte parandjer sapo kishte filluar. Luljeta Aliu kur nuk e kishte parë Artën me aq vëmendje sa atë të hënë në mëngjes. Për 6 vjet, pastruesja kishte qenë një prani e vazhdueshme, por pothuajse e padukshme në korridoret e Berisha partner. Tani, e ulur në zyrën e saj me një USB në dorë dhe një vendosmëri që i shkëlqente në sy, Arta dukej një person krejtësisht i ndryshëm.
Art, përpara se ta lidhim këtë USB në çdo kompjuter të kompanisë, dua që të kuptosh diçka. Lulieta mbylli derën e zyrës dhe uli zërin. Nëse dyshimet e tua janë të sakta, po ngatërohemi me njerëz shumë të fuqishëm. Roberti ka miq me ndikim dhe nëse ai vërtet është i përfshirë në parregullsi, nuk do të pranoj të zbulohet pa bërë zhurmë. Arta rregulloi uniformën dhe e shikoi Lulietën drejt në sy. Zonja Luliet, unë jam rritur në periferi të Tiranës. Nëna ime ka rritur 3 fëmijë duke punuar si pastruese dhe kur nuk ka vjedhur asnjë lek nga asnjë punëdhënës. Kur ajo pësoi ishte min, unë mund të isha dorëzuar, por nuk u dorëzova. Nëse dikush po vjedh paratë që paguajnë rrogat tona dhe po lë më shumë se 100 familje në rrugë, unë nuk do të hesht. Vendosmëria në zërin e Artës i bëri përshtypje Lulietës. Gjatë 6 viteve si drejtoresh financiare, ajo ishte marrë me drejtues me përvojë, konsulent të njohur dhe investitor milioner. Por kur nuk kishte parë një guxim aq të sinqert sa ai që po shihte në atë moment. Në rregull. Do të hetojmë së bashku. Por duhet të jemi shumë të kujdesshme. Lulieta nxori laptopin e saj personal nga sirtari. Nuk do të përdorim asnjë kompjuter të kompanisë. Dhe gjithçka që zbulojmë këtu mbetet vetëm mes nesh derisa të jemi absolutisht të sigurta. Arta pohoi me kokë dhe të dyja gratë u përkulën mbi laptop ndërsa Lulieta lidhi USB-n. Për disa sekonda që u dukën si një përjetësi, asgjë nuk ndodhi. Pastaj, një dosje u shfaq në ekran me emrin Mbacku Personal 2024. Brenda dosjes kishte 10 skedar. Tabela Excel me emra si kontrata speciale, komisione mujore, transferta strategjike. Dokumente PDF me logo të kompanive që Arta nuk i njihte. Dhe një dosje e veçantë e quajtur email të rëndësishme. Lulieta klikoi në skedarin e parë, një tabelë e quajtur kontrata speciale janar. Ajo që u shfaq në ekran i la të dyja pa fjalë. Ishin kontrata shërbimesh me vlera astronomike, 400.000 euro për konsulencë strategjike të avancuar, 300.000 për modernizim të proceseve të brendshme, 500.000 për zhvillim të zgjidhjeve inovative. Art, këto kontrata nuk kanë kaluar kur në përtryezën time. Zëri i Lulietës ishte i tensionuar. Si drejtoresh financiare, unë duhet të aprovoj çdo pagesë mbi 50.000 euro. Dhe shiko. Ajo tregoi ekranin. Të gjitha janë autorizuar drejt për drejt nga Robert Hoxha. Arta u përkul më afër laptopit. Zonja Luliet, shikoni emrat e këtyre kompanive. Zhvillim strategjik Shqipëri, konsulencë e avancuar kombëtare, zgjidhje biznesi premium. Unë i kërkova këto emra në bibliotekë dhe asnjëra prej tyre nuk ka adresë reale apo nuk shfaqet në internet. Lulieta hapi dosjen e emaileve dhe ajo që gjetën aty ishte edhe më keq. Mesazhe të shkëmbyra mes Robertit dhe një burri të quajtur Marcel Dervishi, duke diskutuar përqindje, mënyra për të fshehur transfertat dhe afate kohore për pastrimin e gjurmëve. Në një email të datës 10 Roberti shkruante, duhet t'i përshpejtoj transfertat përpara se Lulieta të filloj të bëj pyetje më të vështira në auditimin e fundvitit. O Zot i madh! Lulieta kaloi dorën në përflok, dukshëm e tronditur. Ata po vjedhin prej muajsh, Art. Dhe unë, si një idiote, nuk arrija të kuptoja se nga vinin këto vrima në llogari. Arta i vuri dorën në shpatull Lulietës në një gjest solidariteti. Ju nuk jeni as pak idiote. Ata bën gjithçka për ta fshehur. Por tani ne e zbuluam. Kaluan 2 orët e ardhshme duke analizuar skedar pas skedari. Skema ishte e sofistikuar, Roberti kishte krijuar kompani fantazmë me adresa false, kishte hapur llogari bankare në emër të këtyre kompanive, kishte autorizuar kontrata milionere për shërbime që kur nuk kryeshin, dhe më pas transferonte parat në llogari personale përmes një rrjeti kompleks lëvizjesh që vështirësonte gjurmimin. Në 6 muaj, nga gushti 2023 deri në janar 2024, Roberti dhe bashkëpunëtorët e tij kishin devijuar saktësisht 3.200.000 euro nga Berisha Partner. Ishin para të mjaftueshme për të paguar rrogat e të gjithë punonisëve për pothuajse një vit të tërë. Art, dua të pyes diçka. Lulieta mbylli laptopin dhe e shikoi seriozisht punonisën. Si e dije se duhej të hetoje pikërisht Robertin? Midis gjithë drejtorëve të kompanisë, çfarë të tërhoqi vëmendjen tek ai? Arta buzëqeshi për herë të parë që kur kishin filluar hetimin.
Zonja Luljet, kur punon duke pastruar rrëmujën e të tjerëve, mëson të vëresh gjëra që njerëzit mendojnë se askush nuk i sheh. Roberti filloi të ndryshonte sjelljen rreth 6 muaj më parë. Më parë ishte më i qetë, i organizonte më mirë gjërat në tryezën e tij. Pastaj filloi të bëhej nervoz, të merrte telefonata të çuditshme, të hidhte letra të rëndësishme në plera sikur të ishin çfarëdo gjëje. Dhe ti ruaja ato letra? Disa i ruajta, po. I kam në shtëpi. Në atë kohë mendova se mund të ishte pa kujdesi, por tani ka kuptim. Ai donte të hiqte qafe provat, por nuk mund t'i digjte thjesht të gjitha në zyrë. Lulieta mbeti e impresionuar nga inteligjenca praktike e artës. Për vite me radhë kishte punuar me njerëz me MBA të shtrenjta dhe specializime jashtë vendit, por pak prej tyre kishin sensin hetues dhe aftësinë vëzhguese të asaj gruaje që formalisht kishte vetëm arsimin e mesëm të përfunduar. Art, do të jem shumë e drejtë për drejtë me ty. Këto prova që gjetëm janë të mjaftueshme për ta dërguar Robertin në burg dhe për të rikuperuar një pjesë të madhe të parave të vjedhura. Por nga momenti që vendosim të veprojmë, jeta jonë do të përmbyset. Je e sigurt se do të vazhdosh përpara? Arta mendoi për të ëmën në shtëpi, për ilaçet e shtrenjta që duhej të blinte çdo muaj, për sigurinë e punës që mund të humbiste. Por gjithashtu mendoi për të gjithë kolegët që punonin aty me ndershmëri, për familjet që do të shkatërroheshin për shkak të lakmisë së një personi të vetëm. Jam e sigurt. Por para çdo gjëje duhet të bëj kopje të gjithë kësaj dhe t'i ruaj në vende të sigurta. Nëse ndodh diçka me mua ose me ju, provat nuk duhet të zhduken. Përvoja e periferisë e kishte mësuar Artën të kishte gjithmonë një plan B, kopjuan të gjithë skedarët në 3 USB të ndryshme. Arta mbajti një, Lulieta një tjetër, dhe e treta u ruajt në kasafortën personale të Lulietës. Përveç kësaj, Arta këmbënguli të printonin dokumentet më të rëndësishme dhe t'i ruanin në vende të ndryshme. Nesër do të flas me doktor Ardianin, vendosi Lulieta. Si drejtor ekzekutiv, ai duhet ta di se çfarë po ndodh. Dhe ti, Art, duhet të vazhdosh të punosh normalisht. Nëse Roberti dyshon se po e hetojmë, mund të shkatërroj prova ose madje edhe të arratiset. Atë natë, Arta arriti në shtëpi më vonë se zakonisht. Nëna Drita po shihte lajmet në televizorin e vogël të sallonit dhe kur pa të bien të hynte, e kuptoi menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Bi, ke një pamje të ndryshme. Ka ndodhur gjë në punë? Arta u ul pranë së ëmës në divan dhe, për herë të parë, vendosi t'i tregonte të vërtetën. I shpjegoi për krizën e kompanisë, për zbulimet që kishte bërë me Lulietën, për mundësinë e rikuperimit të parave të vjedhura dhe shpëtimin e vendeve të punës së të gjithëve. Nëna Drita dëgjoi gjithçka në heshtje, me shprehjen serioze që Arta e njihte që fëmijë. Kur e bia mbaroi së treguari, gruaja më e vjetër pshertiu dhe e kapi për dorë Artën. Bia ime, gjyshja jote gjithmonë thoshte se Zoti nuk jep barë më të rëndë se sa njeriu mund të mbajë. Ti ke lindur për të bërë ndryshim në jetën e njerëzve. Gjithmonë e kam ditur këtë. Vetëm nuk e dija se do të ishte në këtë mënyrë. Mami, po sikur të shkoj gjithçka keq? Po sikur ta humbas punën? Si do t'i paguajmë ilaçet e tua? Arta gashi. Nëna Drita përdori tonin e prerë që përdorte kur Arta ishte fëmijë dhe kishte nevojë për një qortim. Ti mendon se nëna jote ka rritur një bi frikacake? Ti mendon se unë preferoj të kem para të vjedhura se sa të shoh bien time të bëj gjën e duhur? Të dyja gratë u përqafuan aty në divanin e vogël të sallonit dhe Arta ndjeu një forcë të re të rritej brenda saj. Kishte mbështetjen e së ëmës, kishte një aleate të fuqishme si Lulieta dhe kishte prova të mjaftueshme për të vërtetuar gjithçka që po ndodhte. Nuk do të ishte e lehtë, por ajo ishte gati. Të martën, Arta arriti në punë me një vendosmëri të ndryshme. E dinte se që aty e tutje çdo lëvizje do të ishte vendimtare. Punoi normalisht gjatë mëngjesit, por i kushtoi vëmendje të dy fish gjithçkaje që ndodhte rreth Robertit. Drejtori duke i nervoz, fliste në telefon me zë të ulët dhe shikonte vazhdimisht anash sikur po vëzhgohej. Rreth orës 2 pasdite, Arta pa Lulietën dhe doktor Ardianin të hynin së bashku në sallën kryesore të mbledhjeve. Qëndruan aty për gati 2 orë dhe kur dolën, të dy kishin shprehje shumë serioze. Ardiani duke i dukshëm i tronditur dhe Lulieta bëri një shenjë diskrete pozitive me kokë kur kaloi pranë Artës në korridor. Plani po funksiononte. Doktor Ardiani kishte besuar në prova dhe kishte rënë dakord të merrte masa.
Por Arta nuk e dinte se Robert Hoxha gjithashtu po vëzhgonte lëvizjet në kompani me vëmendje të shtuar. Të mërkurën, kur Arta arriti për të punuar, gjeti një surprizë të pakëndshme. Roberti ishte në zyrën e Luljetës duke folur me ton të alteruar. Ajo arriti të dëgjonte fragmente të bisedës ndërsa kalonte nëpër korridor. Dikush ka hyrë në kompjuterin tim, Luljet. Skedar të rëndësishëm janë zhdukur nga zyra ime. Robert, kjo është shumë serioze. Ke bërë denoncim në polici? Ende jo, por do ta bëj. Dhe jam i sigurt se ka qenë dikush nga brenda kompanisë. Dikush po përpiqet të më dëmtoj. Arta ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Roberti po fillonte të dyshonte se diçka nuk shkonte. Vazhdoi të punonte, por i mbajti sytë të gjitha lëvizjet e tij gjatë ditës. Drejtori bëri disa telefonata, mblodhi disa letra në tryez dhe, në fund të pasdites, u largua më herët se zakonisht. E enjtja ishte dita kur gjithçka ndryshoi përfundimisht. Arta po pastronte banjen e grave në katin e 12 kur dy punonjëse hyn duke biseduar me zë të ulët. E more vesh që do të thërasin policin për Robertin, tha njëra prej tyre, të cilën Arta e njohu si asistente të drejtorisë. Vërtet? Çfarë ka bërë? Duket se po vinte para nga kompania. Shpikte kompani false dhe transferonte miliona. Luljeta ka zbuluar gjithçka. Arta doli nga banja me këmbë që i driveshin. Nëse punonjësit tashmë po komentonin, kjo do të thoshte se lajmi kishte dalë. Dhe nëse Roberti zbulonte se ajo ishte e përfshirë në hetim, pasojat mund të ishin shumë të rrezikshme. Dyshimet e saj u konfirmuan të premten në mëngjes. Arta po rregullonte sallën e pritjes së recepcionit kur ndjeu dik t'i afrohej nga pas. Ishte Roberti dhe ai nuk kishte shprehjen miqësore të zakonshme. Art, apo jo? Ai foli me zë të ulët, por me një ton që e bëri të dridhej. Kam dëgjuar se po bën pyetje për mua. Po merresh me gjëra që nuk janë punë e jotja. Arta u kthye për ta përballur duke u përpjekur të fshihte frikën që ndjente. Nuk e di se për çfarë po flisni. Mos u bëj sikur nuk kupton me mua. Një pastruese, papritur e interesuar për çështjet financiare të kompanisë. Çfarë rastësie, apo jo? Roberti bëri një hap më afër dhe Arta mundi të ndjente erën e fortë të parfumit të tij të përzier me erën e cigares. Dëgjo mirë çfarë do të them. Ti ke një nën të sëmur në shtëpi, apo jo? Do të ishte për të ardhur keq nëse diçka do t'i ndodhte asaj ndërsa ti luan detektivin. Gjaku i Artës u ngri. Ju po më kërcënoni? Unë nuk po kërcënoj askën. Thjesht po të kujtoj se njerëzit që futen aty ku nuk u takon ndonjëherë përballen me pasoja të papritura. Mendoje mirë se çfarë po bën, Art. Mendo për nënën tënde. Roberti u largua duke e lënë Artën të palvizur aty, duke u dridhur nga zemërimi dhe frika. Por në vend që të dorëzoi, kërcënimi vetëm sa i arriti vendosmërinë. Askush nuk kishte të drejtë të përdorte nënën drita për ta frikësuar. Askush nuk kishte të drejtë të vite dhe për më tepër të kërcënonte ata që përpiqeshin të bënin gjën e duhur. Në atë moment, Arta Gashi vendosi se do ta çonte atë luftë deri në fund, edhe nëse kjo do t'i kushtonte gjithçka që kishte. Robert Hoxha sapo kishte zbuluar se ishte ngatëruar me personin e gabuar. Lufta ishte shpallur dhe Arta nuk kishte ndërmend të humbiste. Fundjava që pasoi kërcënimin e Robertit ishte më e gjata në jetën e Artës. Ajo kaloi të shtunën dhe të dielën në shtëpinë në Laprak, duke u kujdesur për të ëmën dhe duke u përpjekur të organizonte mendimet. Nëna Drita e ndjente tensionin e së bijës, por respektonte heshtjen kur Arta kishte nevojë të mendonte. Të dielën në mbrëmje, pasi ndihmoi të ëmën me dushin dhe ilaçet, Arta u ul në tryezën e vogël të kuzhinës me një stilolaps dhe një letër. Duhej të merrte një vendim përfundimtar. Mund të bënte sikur asgjë nuk kishte ndodhur, të vazhdonte të punonte në heshtje dhe të priste që të ndodhnin më shumë se 100 pushimet nga puna. Ose mund të shkonte deri në fund, edhe pse e dinte se Roberti ishte i aftë t'i përmbushte kërcënimet e tij. Shikoi dhomën ku nëna Drita tashmë flinte dhe kujtoi të gjitha herët që ëma ishte përballur me vështirësi për të mbrojtur fëmijët. Kujtoi fundjavat kur nëna Drita punonte si pastruese për të arritur të paguante materialet shkollore. Kujtoi kohën kur kishin vuajtur nga uria për të mos vonuar qiran. Kujtoi vendosmërinë në sytë e së ëmës kur vendosi që Arta do të studionte, edhe pse nuk kishte para.
Nëse nëna Drita kishte luftuar gjithë jetën për të bërë gjën e duhur, Arta nuk do të dorëzohej tani. E hëna agoi e vrenjtur në Tiranë dhe Arta arriti te Berisha partner me një vendosmëri që shfaqej në çdo lëvizje. Gjatë mëngjesit punoi normalisht, por vuri re se Roberti dukej edhe më nervoz se javën e kaluar. Ai fliste vazhdimisht në telefon, dilte dhe kthehej disa herë dhe kishte një shprehje të dikujt që ishte gati të merrte një vendim të dëshpëruar. Në orën 2 pasdite, Arta pa Luljetën të dilte nga zyra e saj me një dosje në dorë dhe të drejtohej drejt ashensorit që çonte në katin e drejtorisë ekzekutive. Ishte momenti. Nëse Ardian Berisha do të merrte një vendim për rastin, Arta donte të ishte e pranishme kur kjo të ndodhte. U ngjit me shkallë deri në katin e 13 dhe trokiti në derën e zyrës së Ardianit. E dinte se po thyente të gjitha rregullat e hierarkisë së kompanisë, por nuk I bëhej më vonë. Hyr, tha zëri I Ardianit nga ana tjetër e derës. Arta hapi derën dhe gjeti Ardianin dhe Luljetën të përkulur mbi një tryez plot me dokumente. Të dy e shikuan të habitur kur e pan. Art, çfarë po bën këtu? Pyeti Ardiani. Doktor Ardian, duhet të flas me ju. Bëhet fjalë për Robertin dhe për gjithçka që po ndodh në kompani. Ardiani shikoi Luljetën, e cila bëri një gjest pohues me kokë. Ulu, Art. Luljeta më tregoi për pjesëmarrjen tënde në zbulimin e parregullsive. Jam I impresionuar me guximin dhe inteligjencën tënde. Arta u ul në karrigen prej lëkure që I ofroi Ardiani, por nuk u qetësua. Kishte një propozim për të bërë dhe e dinte se kjo mund të ishte shansi I saj I vetëm. Doktor Ardian, Roberti më kërcënoi të premten. Tha se diçka mund t'i ndodhte nënës sime nëse vazhdoja të hetoja. Kjo më bëri të sigurt se ai është fajtor për gjithçka që kemi zbuluar. Ardiani u indinjua dukshëm. Ai të kërcënoi ty? Art, ky është një krim shumë I rëndë. E di. Por nuk ishte kjo që më solli këtu. Arta mori frym thellë dhe e shikoi Ardianin drejt e në sy. Erdha t'ju propozoj diçka. Dua ta përball Robertin sy më sy, përpara jush, me të gjitha provat që kemi. Dua që ai ta di se ishte një pastruese ajo që zbuloi skemën e tij. Luljeta u përkul përpara, e shqetësuar. Art, kjo mund të jetë shumë e rrezikshme. Roberti tashmë ka treguar se nuk do të hezitoj të përdor dhunën. Zonja Luljet, unë jam rritur në periferi të Tiranës. Njoh njerëz të dhunshëm dhe di të kujdesem për veten. Por më shumë se kaq, nëse nuk e përballim atë tani, ball për ball, ai do të vazhdojë të përpiqet të shpëtojë, do të shpik justifikime, do të përpiqet ta kthejë situatën. Ardiani qëndroi në heshtje për një moment duke vlerësuar propozimin. Si drejtor ekzekutiv, e dinte se konfrontimi I drejt për drejt ishte I rrezikshëm, por gjithashtu kuptonte simbolikën e asaj që po propozonte Arta. Nuk ishte thjesht një punonjëse që kërkonte drejtësi, ishte një përfaqësuese e të gjithë punëtorëve të ndershëm të kompanisë që kërkonte transparencë. Në rregull, Art. Do ta bëjmë këtë. Por me një kusht, mbledhja ndodh këtu, në zyrën time, me Luljetën të pranishme. Dhe nëse ai alterohet ose bën ndonjë kërcënim, thras sigurinë menjëherë. Arta pohoi me kokë dhe Luljeta telefonoi sekretarin e Ardianit duke kërkuar të thërrisnin Robertin për një mbledhje urgjente. Ndërsa prisnin, Ardiani shfrytëzoi rastin për ta njohur më mirë Artën. Luljeta më tha se ke studiuar administrim. Pse e ndërpreve? Nëna ime pësoi një ishemi, doktor Ardian. Unë isha e vetmja bi që jetoja afër saj, kështu që mu desh të lija gjithçka për t'u kujdesur. Nuk pendohem, por gjithmonë kam ndëruar të kthehem në studime. Dhe çfarë ke ndërmend të bësh kur të mbaroj gjithë kjo? Ende nuk e di. Së pari dua të sigurohem që kompania do të vazhdojë të funksionojë dhe se askush nuk do ta humbas punën për shkak të një hajduti. 20 minuta më vonë, Robert Hoxha hyri në zyrë me shprehjen e sigurt të zakonshme, por Arta vuri re se ai u tensionua kur e pa aty. Ardian, më thirre për një mbledhje dhe nuk më the se do të kishte njerëz të tjerë të pranishëm, tha Roberti, qartësisht I parehatshëm me situatën. Ulu, Robert. Kemi çështje shumë serioze për të trajtuar, u përgjigj Ardiani, duke I treguar një karrige në anën tjetër të tryezës. Roberti u ul, por vazhdoi ta shikonte me dyshim Artën. Çfarë bën një pastruese në një mbledhje drejtorie? Kjo pastruese, tha Arta, duke u ngritur nga karrigia, zbuloi se ti po e vjedh kompaninë prej muajsh.
Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Roberti u zbe, por u përpoq të ruante qetësinë. Kjo është qesharake. Nuk do të pranoj akuza nga një punonjëse pa kualifikim teknik për të kuptuar çështje financiare. Arta eci drejt tryezës dhe vendosi një dosje me dokumente përpara Robertit. Pa kualifikim? Atëherë më shpjego këto kontrata me zhvillim strategjik Shqipëri SHRP, një kompani e regjistruar në një truall bosh në Kamës. Më shpjego këto 400.000 euro të paguara për konsulencë strategjike që nuk u bë kurrë. Roberti u përpoq të ruante qetësinë, por Arta vuri re se duart e tij filluan të dridheshin. Këto janë kontrata legjitime, të miratuara nga drejtoria administrative. Nëse ti nuk i kupton proceset e kompanisë, nuk duhet të merresh me dokumente konfidenciale. Dokumente konfidenciale që ti i hidhje në plera çdo ditë? Arta mori një letër tjetër nga dosja. Dhe këto emaile që ke shkëmbyer me Marcel Dervishin duke planifikuar si t'i fshini transfertat? Edhe kjo është proces normal i kompanisë? Në atë moment, Ardiani u ngrit dhe zgjati dorën për të marrë dokumentet. Lexoi në heshtje për disa minuta, ndërsa Roberti bëhej gjithnjë më nervoz. Robert, tha Ardiani më në fund, këto dokumente vërtetojnë parregullsi shumë të rënda. Ke ndonjë shpjegim për këtë? Roberti u ngrit vrullshëm nga karrigia dhe drejtoi gishtin nga Arta. Kjo grua ka hyrë në kompjuterin tim. Ka vjedhur dokumente private. Ky është krim, Ardian. Krim, tha Arta, pa u friksuar, është të vjedhësh 3.200.000 euro nga kompania, ndërsa më shumë se 100 familje do të humbasin punën. Ti nuk ke si ta provosh këtë. Arta buzëqeshi dhe mori një USB nga dosja. Kam të gjitha tabelat, të gjitha kontratat false, të gjitha emailet. Dhe më shumë, tashmë kemi verifikuar niptet e këtyre kompanive fantazmë. Asnjëra prej tyre nuk ekziston realisht. Roberti qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke kuptuar se ishte futur plotësisht në kurth. Kur foli përsëri, maska e respektueshmërisë kishte rënë plotësisht. Ju nuk e dini se me kë jeni ngatëruar. Unë kam avokat, kam lidhje. Do ta padis këtë kompani dhe këtë punonjëse për shpifje, cënim të privatësisë dhe përdorim të palishëm të dokumenteve. Mund të provosh, tha Ardiani, duke marrë telefonin nga tryeza. Por para kësaj do të thëras policin që tua shpjegosh këto parregullsi atyre. Roberti u kap nga paniku. Ardian, prit. Mund të bisedojmë, mund të arrijmë një marrëveshje. Nuk ka nevojë të përfshijmë policin. Tani do të bësh marrëveshje? Arta ju afrua Robertit dhe për herë të parë në jetë, ai u tërhoq para saj. Kur më kërcënove të premten duke folur për nënën time, nuk doje asnjë marrëveshje. Unë kur nuk të kam kërcënuar. Gënjeshtar. Arta e shikoi drejt e në sy. Ti the se do të ishte për të ardhur keq nëse diçka do t'i ndodhte asaj ndërsa unë luaja detektivin. E mban mend? Ardiani mbylli telefonin dhe e shikoi Robertin me një shprehje neverie. Robert, përveç se hajdut, ti edhe kërcënon punonjësit? Dil nga kompania ime tani, para se të humbas plotësisht durimin. Ti nuk mund të më pushosh kështu. Kam kontrat, kam të drejta. Ti humbe të gjitha të drejtat e tua në momentin që vendose të vjedhësh kompanin, tha Lulieta, duke folur për herë të parë që nga fillimi i mbledhjes. Dhe mund të jesh i sigurt se do të rikuperojmë çdo qindark që ke devijuar. Roberti shikoi përreth dhomës, duke kuptuar se ishte plotësisht i vetëm dhe i mposhtur. Provoi një lëvizje të fundit të dëshpëruar. Art, tha ai, duke ndryshuar plotësisht tonin e zërit, ti nuk i kupton pasojat e asaj që po bën. Lëre këtë punë dhe unë të garantoj se do të shpërblehesh. Mund të jap një post më të mirë, një rrogë më të madhe. Arta qeshi dhe ishte një e qeshur e sinqert, çliruese. Robert, ti mendon se unë e bëra gjithë këtë përpara? Unë e bëra këtë sepse është gjëja e duhur. Dhe njerëz si ti nuk do ta kuptojnë kurrë këtë. Në atë moment, dy roje sigurie të kompanisë hynë në zyrë, të thirrur nga Ardiani. Roberti u shoqërua jashtë ndërtesës, jo pa bërtitur më parë se do t'i padiste të gjithë dhe se kjo nuk do të mbetej me kaq. Kur dera u mbyll, Arta, Ardiani dhe Lulieta qëndruan në heshtje për disa momente, duke përtypur atë që sapo kishte ndodhur. Art, tha Ardiani më në fund, unë të detyrohem një kërkesë faljeje. Pse, doktor Ardian?
sepse kisha një punonjëse me kaq talent dhe inteligjencë që punonte si pastruese për 6 vjet dhe kur nuk e kisha vënë re këtë. Arta buzëqeshi me ndrojtje. Unë nuk punoja si pastruese sepse nuk kisha aftësi për gjëra të tjera. Unë punoja si pastruese sepse kisha nevojë për një punë dhe ishte ajo që ishte e disponueshme. Kjo do të ndryshoj tani, tha Luljeta. Art, duke filluar nga sot, ti je konsulentja jonë e brendshme për rikuperimin e aseteve. Do të punosh me mua për të gjurmuar të gjitha paratë e devijuara dhe për të riorganizuar proceset financiare të kompanisë. Arta u emocionua, por u përpoq të ruante qetësinë. Po rroga e pastrueseve të tjera? Ato nuk do të dëmtohen? Ardiani buzëqeshi. Shqetësimi i parë i Artës, edhe pas gjithçkaje që kishte kaluar, ishte ende për kolegët e punës. Askush nuk do të dëmtohet, Art. Në fakt, me paratë që do të rikuperojmë, kompania do të mund të mbajë të gjitha vendet e punës dhe madje të investojë në përmirësime. Atë pas dite, lajmi për atë që kishte ndodhur u përhap në kompani si zjarri në kash. Arta u kthye në katin e 10 jo më si pastruese, por si gruaja që kishte shpëtuar vendet e punës së të gjithëve. Disa kolegë e përshëndetën me admirim, të tjerë e shikuan me dyshim, sikur të mendonin se ajo kishte vepruar për t'u promovuar. Por Artës nuk i bëhej vonë për kritika. E dinte se kishte bërë gjën e duhur dhe e dinte se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë atë ditë. Në fund të pasdites, Ardiani mblodhi të gjithë punonjësit në auditorin e kompanisë dhe tregoi zyrtarisht se çfarë kishte ndodhur. Shpjegoi për parregullsitë e zbuluara, për paratë e devijuara dhe se si guximi i një punonjëseje e kishte shpëtuar kompaninë nga falimentimi. Kur Ardiani tha emrin e Artës dhe i kërkoi të ngjitej në skenë, reagimi ishte i përzier. Një pjesë e punonjësve duartrokitën me entuziazëm, duke njohur guximin e saj. Të tjerë qëndruan në heshtje, duke përpunuar faktin se një pastruese kishte zbuluar diçka që drejtorët nuk kishin arritur ta identifikonin. Art, tha Ardiani në mikrofon, në emër të gjithë punonjësve të Berisha Partner, unë të falenderoj për guximin, inteligjencën dhe integritetin tënd. Ti shpëtove këtë kompani dhe shpëtove më shumë se 100 familje. Arta mori mikrofonin me duar që i dridheshin. Kur nuk kishte folur para kaq shumë njerëzve në të njëjtën kohë. Unë thjesht bëra atë që çdo njeri i ndershëm do të bënte, tha ajo, me zërin që i dridhej. Dhe e bëra këtë sepse besoj se të gjithë këtu meritojnë të punojnë në një kompani të ndershme, ku paratë e punës son nuk viden nga njerëz pa karakter. Auditori shpërtheu në duartrokitje dhe Arta zbriti nga skena duke e ditur se jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më punonjësja e padukshme që pastronte zyrat. Ishte Arta Gashi, gruaja që kishte pasur guximin të përballej me korrupsionin dhe të shpëtonte një kompani të tërë. Por betejë e vërtetë sapo kishte filluar. Muajt që pasuan konfrontimin me Robertin ishin një mal me emocione për Artën. Hetimi policor konfirmoi gjithçka që ajo dhe Luljeta kishin zbuluar, por zbuloi diçka edhe më të madhe. Roberti nuk punonte i vetëm. Skema përfshinte një rrjet prej 15 kompanish fantazm, të gjitha të kontrolluara nga një grup i organizuar që specializohej në mashtrimin e kompanive të mesme përmes punonjësve të infiltruar. Zbulimi fillestar i Artës kishte zbuluar vetëm majën e një icebergu që lëvizte më shumë se 20 milion euro në mashtrime korporative në të gjithë vendin. Prokurori përgjegjës për rastin, Daniel Meta, mbeti i impresionuar me cilësinë e provave të mbledhura nga një punonjëse pa formim policor. Art, i tha ai gjatë një prej dëshmive, provat e tua janë më të organizuara dhe konsistente se shumë hetime që marr nga avokatë të specializuar. Ti ke talent të lindur për hetim. Por jo gjithçka ishte lule për Artën në ato muaj të parë. Një pjesë e punonjësve të Berisha Partner e shihnin me dyshim, duke menduar se ajo kishte vepruar për interesin e saj. Disa njerëz pëshpërisnin nëpër korridore se ajo kishte shpikur gjithçka për të marrë një promovim. Të tjerë vinin në dyshim nëse një pastruese vërtet kishte aftësinë për të kuptuar çështje financiare komplekse. Rezistenca më e dhimbshme vinte nga Vera dhe Mimoza, 2 kolege pastruese me të cilat Arta kishte punuar prej vitesh. Ato u ndjen të tradhtuara, sikur Arta të ishte përfituar nga besimi i tyre për t'u ngjitur në jetë. Ti e mbajte veten më të mirë se ne, tha Vera në një bisedë të tensionuar në dhomën e zhveshjes. Tani që ja atje lart, as nuk e kthen kokën për ne që mbetëm këtu poshtë.
Arta u përpoq të shpjegonte se qëllimi i saj gjithmonë kishte qenë të mbronte të gjitha vendet e punës, përfshirë të tyret, por fjalët dukej se nuk arrinin në zemrat e ish kolegeve. Dhimbja e refuzimit nga njerëz që i konsideronte Mike ishte një nga pjesët më të vështira të gjithë asaj përvoje. Lulieta, duke kuptuar vuajtjen e Artës, i ofroi mbështetje të vazhdueshme. Art, njerëzit që bëjnë ndryshim gjithmonë përballen me rezistencë. Kjo nuk do të thotë se ti je gabim. Do të thotë se ke shqetësuar status quo-n. Procesi gjyqësor kundër Robertit dhe bashkëpunëtorëve të tij zgjati 8 muaj. Gjatë kësaj periudhe, Artës ju desh të dëshmonte disa herë, duke u përballur me avokat agresiv që përpiqeshin të zhvlerësonin dëshminë e saj duke vënë në dyshim formimin dhe motivimet e saj. Në një seancë veçanërisht të vështirë, avokati mbrojtës e sulmoi drejt për drejt. Zonjë, ju vërtet prisni që ky gjykatës të besoj se një pastruese arriti të zbuloj parregullsi që auditorët e specializuar nuk i zbuluan? Arta e shikoi me vendosmëri avokatin dhe u përgjigj me dinjitetin që kishte mësuar nga nëna Drita. Zoti avokat, unë nuk i zbulova sepse jam më e zgjuar se auditorët. Unë i zbulova sepse Roberti hidhte provat në plehra dhe unë isha personi përgjegjës për të pastruar ato plehra. Ndonjëherë, përgjigjet janë në vendet ku njerëzit e rëndësishëm nuk shikojnë. Përgjigja e Artës u përhap gjerësisht në media dhe u bë simbol i inteligjencës praktike që shpesh nënvlerësohet nga akademia. Gazetat dhe portalet filluan ta kërkonin për intervista, të interesuar për historinë e punonises që demaskoi një mashtrim milioner. Intervista e parë ishte për gazetën Panorama dhe Arta ishte nervoze për ditë të tëra para bisedës. Kur nuk kishte folur me gazetar dhe kishte frikë se mos thoshte diçka të gabuar. Por gazetarja, Ana Basha, e bëri të ndiej rehat me pyetje të thjeshta rreth rrugëtimit të saj. Art, çfarë të motivoi të vazhdoje hetimin edhe pasi u kërcënove? Ana, unë u rrita duke parë nënën time të punonte me ndershmëri gjithë jetën për të mbajtur fëmijët. Kur sheh dik të vjedh paratë që duhet të paguajnë rrogën e njerëzve punëtor, nuk mund të heshtësh. Nuk është çështje guximi, është çështje karakteri. Artikulli u publikua me titullin Punonisja e padukshme që shpëtoi një kompani dhe bëri bujë në të gjithë vendin. Arta filloi të merrte mesazhe mbështetjeje nga njerëz anonim, punonise të tjera që u frymëzuan nga historia e saj dhe madje edhe ftesa për të mbajtur ligjërata. Ftesa e parë erdhi nga vetë universiteti ku ajo kishte studiuar administrim. Koordinatori i degës, profesori Artan Halili, i telefonoi personalisht. Art, do të donim që ti të vije të flasësh për studentët tanë rreth etikës në biznes dhe guximit moral. Historio gjotë është pikërisht ajo që duhet të mësojmë administratorëve të ardhshëm. Arta pranoi, por kërkoi një kusht, donte të përfundonte studimet para se të fillonte të jepte ligjërata. Ardiani dhe Lulieta jo vetëm që e miratuan, por i ofruan bursë të plotë dhe fleksibilitet në orar që ajo të mund të studionte. Kthimi në universitet në moshën 33 vjeçare, pas 6 vitesh larg, ishte një sfidë e madhe emocionale. Arta ndiej e huaj mes kolegëve më të rinj që nuk kishin kaluar vështirësitë që ajo njihte. Por përvoja praktike që kishte fituar duke punuar në kompani e ndihmonte të kuptonte koncepte që për të tjerët ishin vetëm teori. Profesori i auditimit të biznesit, Dr. Fatmir Koci, mbeti i impresionuar me pjesëmarrjen e Artës në leksione. Art, ti ke një kuptim intuitiv të proceseve mashtruese që nuk e kam parë të asnjë student. A do të konsideroje të bëje master në auditim forenzik? Ideja për të bërë master dukej si një ëndër e pamundur për dikë që 2 vjet më parë pastronte zyra. Por Arta po mësonte se jeta mund të ndryshojë në mënyra befasuese kur ke guximin të bësh zgjedhje të vështira. Ndërkohë, punat e Berisha partner bëhej gjithnjë e më shpërblyese. Arta dhe Lulieta formuan një dyshe efikase në rikuperimin e vlerave të devijuara. Përmes bllokimeve gjyqësore dhe hetimit të llogarive bankare, arritën të rikuperonin 2.800.000 euro nga 3.200.000 të vjedhura. Art, tha Ardiani në një mbledhje bilanci, veprimi yt në rikuperimin e aseteve ishte themelor. Kompania jo vetëm që u shpëtua nga falimentimi, por pati rezultatin më të mirë financiar të 5 viteve të fundit. Njoja profesionale shoqërohej me ndryshime të thella personale. Me rrogën e re, Arta arriti të punësonte një fizioterapiste private për nënën Drita, e cila tregonte shenja të qëndrueshme përmirësimi. Ema kishte filluar të ecte përsëri me ndihmën e një bastuni dhe arrinte të fliste shumë më qartë.
Bi, tha nëna drita një pasdite të diel, gjithmonë e kam ditur se ti do të bëje gjëra të mëdha në jetë. Vetëm nuk e imagjinoja se do të ishte në këtë mënyrë. Mami, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur pa mësimet e tua. Ti më mësove të bëj gjithmonë gjën e duhur, edhe kur ishte e vështirë. Jeta personale e Artës gjithashtu filloi të lulëzonte në mënyra të papritura. Gjatë leksioneve në universitet, njohu Pjetër Malajn, një profesor të së drejtës së biznesit që jepte lëndë për degën e administrimit. Ai ishte interesuar për historinë e saj dhe filluan të bisedonin për etikën, drejtësinë dhe transformimin social. Pjetri ishte baba i një vajze 10 vjeçare të quajtur Elira, dhe kishte gjetur te Arta një person që kuptonte vlerën e gjërave të thjeshta të jetës. Takimi i parë zyrtar ndodhi në një kafene afër universitetit dhe ata biseduan për 3 orë për gjithçka, nga letërsiat e politika, nga gatimit e ëndrat për të ardhmen. Art, tha Pjetri atë pasdite, është e rrallë të gjesh dikë që ka jetuar kaq shumë dhe ka mësuar kaq shumë nga përvojat e veta. Ti ke një mençuri që nuk mësohet në libra. Marrëdhënia evoluoi natyrshëm. Pjetri e kuptoi rëndësinë e nënës drita në jetën e Artës dhe Elira ra në dashuri me gruan që tregonte histori reale guximi dhe vendosmërie. Pasditet e së dielës në shtëpinë në Laprak u shndërruan në takime familjare ku Arta gatuante, nëna drita tregonte histori nga rinja e saj dhe Pjetri e Elira sillnin gëzim dhe afeksion në jetën e dy grave. 18 muaj pas zbulimit të mashtrimeve, Arta u diplomua në administrim me rezultate të shkëlqyera. Ceremonia e diplomimit ishte një moment emocionues jo vetëm për të, por për të gjithë Berisha partner. Ardiani, Lulieta dhe disa kolegë pune ishin të pranishëm dhe nëna drita, e mbështetur në bastunin e saj, qau nga emocionet kur pa të bien të merrte diplomën. Në fjalimin si përfaqësuese e studentëve të diplomuar, Arta përmblodhi rrugëtimin e saj në një mënyrë që preku zemrat e qindra njerëzve të pranishëm. Kur fillova të studioja administrim 7 vjet më parë, mendoja se arsimi ishte për të mësuar përmendësh teori dhe për të kaluar provime. Kur mu desh të ndaloja për të kujdesur për nënën time, mendova se e kisha humbur shansin tim. Ajo që mësova është se arsimi është për të aplikuar njohuritë për të transformuar realitetin. Dhe ndonjëherë, mësimet më të mira nuk vijnë nga salla e leksioneve, por nga jeta. Pas diplomimit, Ardiani i bëri një propozim që do të ndryshonte përfundimisht të ardhmen e Artës. Art, dua të ofroj postin e drejtoreshës financiare të kompanisë. Lulieta do të marrë një pozicion në këshill dhe ne besojmë se ti je personi i duhur për të vazhduar punën e ristrukturimit financiar. Arta u emocionua, por kërkoi kohë për të menduar. Të bisedonte me nënën drita dhe me Pjetrin për këtë ndryshim ishte thelbësore. Bi, tha nëna drita atë natë, ti e meriton të jesh aty ku je. Mos lejo askënd, as veten tënde, të bëj të mendosh se nuk je e aftë. Pjetri ishte po aq inkurajues. Art, ti e ke provuar kompetencën tënde në të gjitha mënyrat e mundshme. Është koha të marrësh vendin që ke fituar me merit. Arta pranoi postin duke u bërë në moshën 34 vjeçare drejtoresha financiare më e re në historinë e Berisha Partner. Vendimi i saj i parë ishte të krijonte një program trajnimi profesional për punonjësit e të gjitha niveleve, duke siguruar që talentet të mos shpërdoroheshin për mungesë mundësish arsimore. Programi përfshinte bursa studimi, fleksibilitet orari për studentët dhe mentorim të brendshëm. Vera dhe Mimoza, ish koleget e saj pastruese, ishin të parat që u regjistruan në program dhe pak nga pak, marrëdhënia mes tyre u rindërtua. Art, tha Vera pas 6 muajsh studimi për kontabilitet, unë isha gabim kur mendova se kishe harruar se nga vije. Tani e shoh se po përdor pozicionin tënd për të ndihmuar njerëzit e tjerë të rriten gjithashtu. Historia e Artës filloi të bënte bujë kombëtare. Erdhi ftesa për të marrë pjesë në programin e Ardit Gjebreas, pastaj një artikull në revistën Klan dhe më në fund ftesa për të folur në TEDx Tirana. Ligjërata në TEDx ishte momenti kur Arta u konsolidua si një zë i rëndësishëm në diskutimin mbi etikën në biznes dhe transformimin social në Shqipëri. Ajo u ngjit në skenën e teatrit kombëtar me të njëjtin fustan blu që kishte veshur në diplomim, një dhuratë nga Pjetri dhe Elira, dhe foli para një audience prej më shumë se 1000 njerëzish. Unë zgjohesha në 5 të mëngjesit për të fituar pak dhe për të qenë e padukshme, tha ajo, duke përsëritur frazën që do të bëhej marka e saj. Sot, unë shihem dhe dëgjohem sepse zgjodha të veproj. Bota nuk është e drejtë, por ne mund të jemi. Dhe ndonjëherë, një person i vetëm mund të ndryshojë gjithçka.
Videoja e ligjëratës u bë virale në rrjetet sociale, duke u parë nga më shumë se 5 milion njerëz në 2 javë. Arta filloi të merrte ftesa për të folur në kompani, universitete dhe evente korporative në të gjithë vendin. 2 vjet pas zbulimit të mashtrimeve të Robertit, Arta ishte në një pozicion që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta arrinte. Ishte drejtoresh financiare e një kompanie të suksesshme, ishte e fejuar me Pietrin, kishte adoptuar jo zyrtarisht Eliren si bi dhe nëna Drita ishte rikuperuar plotësisht nga ishemia. Propozimi i Ardianit për ta bërë atë partnere minoritare të kompanisë erdhi si kurorëzim i një rrugëtimi që kishte filluar me një pastruese të thjeshtë që dëgjoi një bisedë rastësisht. Art, tha Ardiani në një mbledhje fundviti, dua të ofroj 5% të kompanisë. Dhe nëse rezultatet vazhdojnë kështu, pas 2 vitesh mund të arrisë në 10%. Arta pranoi partneritetin, por me një kusht, një pjesë e fitimeve të saj do të destinohej për një fond arsimor për punonjësit e kompanive të gjithë sektorit, duke zgjeruar në kompani të tjera programin që kishte krijuar te Berisha Partner. Në ceremoninë e emërimit si partnere, Arta ishte e shoqëruar nga nëna Drita, e cila nuk kishte më nevojë për baston, Pietri, Elira, Lulieta, Ardiani dhe shumë kolegë që e kishin mbështetur rrugëtimin e saj. Por momenti më emocionues ishte kur Vera, Mimoza dhe pastruese të tjera u shfaqën në pritje të veshura me uniformat e kursit të kontabilitetit që po ndiqnin. Art, tha Vera, kemi ardhur të të falenderojmë. Ti nuk ndryshove vetëm jetën tënde, ndryshove jetën e të gjithave ne. Në atë moment, Arta kuptoi se historia e saj ishte bërë shumë më e madhe se transformimi i saj personal. Ishte bërë një simbol se është e mundur të thyen barrierat sociale përmes arsimit, guximit dhe integritetit moral. Të nesërmen, Arta u zgjua jo më në Laprak, por në apartamentin me 3 dhoma në zonën e liçenit artificial që kishte blerë për veten, nënën Drita, Pietrin dhe Eliren. Shikoi nga dritarja e dhomës dhe pa qytetin e Tiranës që shtrihej deri në horizont, i njëjti qytet ku ishte rritur në periferi, ku kishte pastruar zyra për 6 vjet, ku ishte përballur me korrupsionin dhe kishte fituar. Mori telefonin dhe formoi numrin e sekretarisë së kompanisë. Mirëmëngjes, këtu Arta Gashi. Mund të ma konfirmoni agjendën për sot? Kam mbledhje me investitor në mëngjes dhe ligjërat për studentët e administrimit pasdite. Nga ana tjetër e linjës, sekretarja konfirmoi agjendën e drejtoreshës financiare dhe partneres së Berisha Partner. Arta buzëqeshi kur mbylli telefonin. Kishte përshkuar një rrugë të gjatë që nga koha kur askush nuk ja dinte mbiemrin. Atë pasdite, duke folur para më shumë se 500 studentëve të administrimit në Universitetin e Tiranës, Arta e përfundoi fjalën e saj në mënyrën që ishte bërë tradicionale në ligjëratat e saj. Të dashur student, mbani mend gjithmonë, nuk ka rëndësi se nga vini apo cili është funksioni juaj aktual. Ajo që ka rëndësi është të keni guximin të bëni gjën e duhur, edhe kur duket e pamundur. Unë isha një pastruese që zbuloi një mashtrim sepse isha në vendin e duhur, në kohën e duhur, por kryesisht sepse isha e gatshme të veproja. Secili prej jush ka fuqinë të transformojë realitetin përreth. Mos e shpërdoroni këtë mundësi. Auditori shpërtheu në duartrokitje dhe Arta zbriti nga skena duke e ditur se kishte mbjell fara transformimi në qindra mendje të reja. 2 muaj më vonë, një pasdite shtatori, Arta mori një telefonat që e mbushi me krenari. Ishte nga prokurori Daniel Meta. Art, kam një lajm të mirë. Robert Hoxha dhe të gjithë bashkëpunëtorët u dënuan. Ai mori 8 vjet burg dhe do të arrijmë të bllokojmë të gjitha pasuritë e tij për të kompensuar kompanitë e dëmtuara. Po kompanitë e tjera që ishin viktima të së njëjtës skem, fal provave që ti mblodhe, arritëm të shpërbënim të gjithë rrjetin. 15 kompani në Tiranë dhe Durrës rikuperuan paratë e tyre dhe më shumë se 1000 vende pune u shpëtuan. Atë natë, Arta darkoi me familjen e saj në apartamentin pranë liçenit. Pietri përgatiti një pjatë italiane që Elira e adhuronte, nëna Drita tregoi histori nga rinja e saj në fshat dhe Arta ngriti një dolli në heshtje për të gjithë njerëzit që kishin besuar tek ajo kur as ajo nuk besonte te vetja. Para se të flinte, Arta shkoi në dhomën e nënës Drita për t'i uruar natën e mirë. Mami, faleminderit që më mësove të mos dorëzohem kurrë. Bi, u përgjigj nëna Drita, ti më mësove mua se ëndrat nuk kanë afat skadence. Në moshën 70 vjeçare, jam krenare që kam një bi biznesmene. Arta buzëqeshi, i dha një puthje në ballë së ëmës dhe shkoi në dhomën e saj.
Mbi komodin kishte një foto nga diplomimi në administrim, një tjetër nga ligjërata në TEDS dhe një të tretë të nënës drita ditën kur filloi të ecte përsëri pa bastun. Duke parë ato foto, Arta kuptoi se rrugëtimi i saj nuk kishte qenë vetëm për të zbuluar një mashtrim apo për të marrë një promovim. Kishte qenë për të zbuluar se brenda çdo njeriu të zakonshëm ekziston një potencial i jashtëzakonshëm, duke pritur mundësinë e duhur për t'u shfaqur. Arta Gashi, vajza nga periferia që u bë pastruese dhe më pas drejtoresh e partnere e një kompanie, kishte provuar se nuk ka kufi për ata që kanë guximin të ëndërrojnë dhe vendosmërinë të veprojnë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që rrugëtimi i Artës të ketë prekur thellë zemrat tuaja. Nëse kjo histori guximi, vendosmërie dhe transformimi zgjoi diçka brenda jush, lini pëlqimin tuaj këtu poshtë, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju emocionoi më shumë. Çdo ditë, ne sjellim për ju histori reale dhe frymëzuese si kjo, që zbulojnë fuqinë që secili prej nesh ka për të ndryshuar realitetin ton dhe jetën e njerëzve përreth. Arta na mësoi se nuk ka rëndësi se cili është funksioni ynë aktual apo ngavim, të gjithë kemi brenda nesh aftësinë për të bërë ndryshim në botë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do të prekë shpirtin tuaj dhe do të zgjojë më të mirën tek ju.